Debatet të forta janë zhvilluar sot në Komisionin për Europën dhe Punët e Jashtme, ku mes pikave të rendit të ditës ishte edhe diskutimi për ligjin e barazisë gjinore. Opozita e kundërshtoi fort këtë propozim të mazhorancës, duke i bërë thirrje kryetarit Igli Hasani dhe anëtarëve socialist që të tërhiqen, sepse ligji i propozuar shkatron bazën e familjes tradicionale. Deputeti i PD Tritan Sheu i kërkoi socialistëve që të tërhiqeshin sa nuk ishte vonë, pasi në të kundër do të krijonin kaos, amulli dhe do fusnin vendin në qorsokak. Ai propozoi që nëse mazhoranca do që ta kalojë këtë ligj, ta kalonte për referendum. Ligji kundër diskriminimit dhe barazisë gjinore nuk duhet kaloj. Si mund ta sjellni këtë ligj këtu? Unë e njoh mirë. Bazohet në koncepte të gjinisë biologjike. Kjo është çështja dhe këtu duhet të qëndrojmë. Biologjia është e përcaktuar, X apo Y, ndaj unë nuk kërkoj një gjë. Të riquni mbrapsht me këtë, sepse po fusni vendin në qorsokak, po shkaktoni amulli në popull. E kuptoni amullin që krijoni ju? Ndaj të riqeni mbrapsht sa nuk është vonë. Ky është atentat ndaj vlerave njerëzore. Shumica e vendeve evropiane nuk e kanë këtë ligj. Hiqni dorë nga këto direktiva. Nëse ky ligj doni që të miratohet, kalojeni me referendum. Ju i keni votat, por ky ligj duhet kalojë në referendum. U shpreh Sheu. Kreu i grupit parlamentar të PS, deputeti Tauland Balla, e kundërshtoi kolegun opozitar, duke thënë se po dezinformonte dhe se qëllimi i ligjit nuk ishte ndryshimi i gjinisë, apo ajo që pretendoi me orientimin seksual, por barazia mes burrave dhe grave në të gjitha fushat e shoqërisë.